Ka qenë 16 korrik 2015, kur jemi një orë të dy bashkë, dhe kemi qenë duke pritur për të njëjtin autobus. Në fakt, ai po priste autobusin e Beratit, se është nga Berati, unë po prisja të Lushnjës, me të drejtën. Jo të njëjtin tamam, mirë po duke qenë se ai Lushnjës nuk po kalonte, dhe unë u detyrova hipa në autobusin e Beratit. Aty vurare një djalë që rrinte më shikonte, mi kishte ngulur syt. Ula, veç kur më erdhi një letër aty. Unë nuk e hapa fare, dhe siç më hodhi letrën, ja mora ja hodha dhe unë. Pastaj, po më pyeste, ai pyet, unë pyet, derisa unë harrova fare të zbrisja. Ai shumë më pëlqeu biseda. E shikoja vetëm tek syt që i shndrisnin gjithë kohës, i shkëlqenin dhe humba dhe unë aty. Ai pyet, unë pyet, dhe veç kur më thot, vajz, ku kishe për të zbritur? A kishe për të zbritur në Lushnjë? Ua, po, i thash, pse? Jemi në karbunar këtu. Ua, nuk e desha vete, nuk bëra flakërim. Dhe më duke vete si në për ato filmat komik. Shqiptar tash, ç'të gjeti, ku humbe kështu nga vajte. Si përfundim, me anë të emrit kishte pyetur në për Facebook, kontrollo gjithë natën derisa më gjeti. Dhe derisa edhe njohja erdhi më graduale, derisa vendosëm pastaj që të fejoheshim, domethënë. Ai si ka lindur në 3 tetor të vitit 2017. Emocionet ishin të mëdha sepse nën për herë të parë. Mbaj mend që kam qarë pa fund, pa pushim. I nënës, aty me thënë drejtën ndjeva një miks emocionesh, lumturi, gëzim, përgjegjësi, dashuri të madhe, nuk di. Pastaj ngela përsëri shtatzan me vajzën e dytë. Gjatë shtatzanisë me Diorën, mora vesh se doktoresha më tha që mund të jetë Down. Tër natën kemi ndenjur gjithë natën pa gjumë, mua nuk më zinte gjumi dhe i them tim shoqi, se nuk e dija se si do reagonte. Edhe sido që t'ishte unë përsëri do ta mbaja, por që thjesht doja të dija të sigurohesha që si ishte mendimi i tij. Jo të shtas mos e mendo këtë gjë se do jetë shumë mirë, dhe sikur të jetë shfati jon, nuk i ikim dot, thoshte. Edhe në qoftë se ti do heqësh dorë tani, Zoti po tjetë se do t'japi një sprov, ta jep edhe më vonë në një formë tjetër. Derisa kam lindur, dhe kur e pash pastaj që në fytyrë, që ishte okej, aty sikur më shkriu pak gjaku. Në të dyja shtatzanit kam dëshiruar që t'jetë djalë, jo për këto traditat shqiptare ose për ndonjë gjë, po thjesht për faktin se unë jam vajza e madhe në një familje me 3 vajza. Nuk mësova do se çfarë ishte vllai, thash, okej, tani mbase bëj një djalë edhe ta shikoj se çfarë është. Pse jo, 2 vajza i kishim, të provonim dhe ndjesinë e djalit. Sigurisht, edhe im shoq, pavarësisht se nuk shprehet, jam e bindur se çdo burr brenda vetes se ka dëshirën për një djalë.